Ideja e hapjes konsulatës shqiptare në zonat e banura me shqiptarë në Serbi është e kahmoqshme dhe refuzimi ka qenë i kahmoqshëm. Për ta balansuar këtë, Serbia kohën e fundit doli me një kundërpërgjigje, respektivisht duke kërkuar një reciprocitet për aq sa mund të ekzistojë. Tani ne jemi dëshmitar për gjendjen e shqiptarëve të rënduar relativisht shumë në Serbi, sidomos në jug të Serbisë, veçanërisht në Medvigj. Dhe kjo marrëveshje, nëse ka për qëllim të konsiderohet si një piknisje e një përkushtimi të vazhdueshëm për fatin e shqiptarëve në Serbi, sigurisht se bën lajm dhe është shumë e rëndësishme, por nëse do të konsiderohej si një pikë arritje, do ishte e dëmshme, sepse në fakt deri tani përkujdesi i tillë ka munguar, substancialisht nuk ka patur asgjë për disa veprime më shumë të karakterit, themi të aparencës, përjashtuar periudhën kur ka qenë ministri i punëve të jashtme në Shqipëri, zoti Gencoka, i cili e mori me shumë përkushtim çështjen e shqiptarëve, duke arritur edhe të ndikojë dukshëm unifikimin e faktorit politik shqiptar në Serbi. Pra përveç kësaj periudhe nuk ka pas ndonjë përkrahje të theksuar, sidomos nga Shqipëria, dhe nëse kjo do të konsiderohej si një pikë arritje, si një kulm i rezultatit të Shqipërisë me hapjen e një konsullate në Serbi që nuk e di ku do jetë saktësisht, atëherë kjo nuk do të mjaftonte, do ishte një veprim i dëmshëm për mendimin tim, sepse për vetë faktin që Serbia përmend Shkodrën si pozicion të konsullatës së ardhshme, do të thonë në një farë forme hudh krip në plagët e vjetra të shqiptarëve dhe nxit probleme ndëretnike në rajon, gjë që bën të kuptoj se nuk ka ndonjë interes të veçantë për të mbuluar, themi, interesa ekonomike, sepse Serbia viteve të fundit përmes kompanive të veta ka investuar relativisht shumë në jug të Shqipërisë, përveç vizitave të shumta verore që një numër i konsiderueshëm me disa dhjetra mijëra turistë serb i bëjnë pushimet në Berlin e shqiptar, por nëse do ishin këto kjo konsullat serbe në shërbim të faktorit ekonomik apo turizmit, të duhej të ishte në jug të Shqipërisë, dikon qoftë në Saranda apo në Vlorë dhe jo në Veri, por ajo me një veprim po vret dy zogj, po ja komplikon, pra po ja rëndon në aparencë shtetit shqiptar pozitën për ta hapur konsullatën në Serbi, duke provokuar popullin shqiptar me hapjen e konsullatës në Shkodër, gjë që i tërë opinioni ka reaguar kohëve të fundit me të drejtë, dhe në anën tjetër po ul edhe pozicionin e Mallitzi, sepse realisht më shumë mund të ketë malazez në Shkodër se sa janë serb, dikun disa dhjetra serb që janë deklaruar deri tani, dhe kështu ndoshta tek kompetenca territoriale themi do ishte më drejt një kërkesë nga Mallitzi se sa nga Serbia.